Keni fryrje barku, pini një gotë nga ky çaj dhe do t'i thoni lamtu mirë. Ditët kur ndjeheni të fryrë sidomos në zonën e barkut, me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje që trupi e zhvillon her pas here e që mund t'ju pengojë në aktivitetet e përditshme. Rroba do ju bëjnë edhe më të ngushta dhe të ecurit mund të vështirësohet. Ajo që mund të ndihmojë në këtë rast është çaji i xhinxherit. Ai është i mrekullueshëm në eliminimin e fryrjeve. Studimet kanë treguar se ky lloj çaji ndihmon në bllokimin e enzimave dhe gjendjeve të ndryshme inflamatore të trupit. Çaji i xhinxherit është i njohur për qetësimin e problemeve të ndryshme shëndetësore, dhimbjen e Alzheimerit dhe problemet të irritimeve të zorëve. Çaji i xhinxherit është një alternativë shumë e mirë ushqyese për rastin tuaj. Ndaj nëse doni të lehtësoni këto komplikacione dhe të përmirësoni organizmin, atëherë çaji i xhinxherit mund të jetë alternativa juaj më e çmuar kundër këtyre shqetësimeve dhe të mbani larg gjithashtu komplikacionet e tyre.